Unë sapo e fshiva një video që bon aty mrena në shtëpi për të marrë një karrige, edhe që t'ulem, edhe kam dalë këtu në balkon që të dëdërohem nga që kam njerëz jashtë të flasë me Zot ullet, se si kontrolloj dot atë urrëtitjen, nervat që kam për mrena. Ajo që deshe të themon është, i drejtohem protestuesve në Shqipëri, që në qoftë se ju do të vazhdoni protestën me lule, paqësore që keni bërë deri më sot, kundër këtij shteti që po i shkel me kohë, që po i është rreth protestuesit edhe kur i kanë për to, kanë apo s'kan të drejtë. Janë arrestuar apo janë arrestuar me pa të drejtë apo me të drejtë, po edhe kur e kanë poshtë, dhinë dhe i gjujnë me shqelma këto dhemje, këto zgjibe. Edhe ju do të vazhdoni protestën paqësore, fuck your protest. Nuk jam me ju, jam kundër jush, në djallë të shkonit gjithë. Është koha vlezër e motra, që kur të na shkelin më komët në bëjnë shturën për sipër, të mos jeshim të ngrejmë flamurin dhe lulet dhe flamujt. Është koha që çdo lloj polici që manë sot uniform, edhe që vjen kur ka dalë policia kundër shtetit, kundër kombit, kundër protestuesve në shërbim të klikës hajdute, 5-6 vetëve nga dy partitë që duan të shporim një herë për gjithmonë. Në qoftë se një polis manë sot uniformen, edhe ju nuk ja qinenonën me ata që ka të bo kundër popullit në protest, turp të vi, edhe fuck ju se s'jam me ju. Në qoftë se ju shkoni në stacionin e policisë, kur ju kanë marrë këto policë, këto kurvët e ballës, edhe shkoni me proteste paqësore që të lirojmë, edhe i luteni që të lirojmë, fuck ju se s'jam me ju. Duhet të shkoni të qinenonën, të shkilni me kom, të thyni burqit si shthyt gardhin. Ju e thyt gardhin atje ku ishte në Zvërnec, duhet të thyni portat, të qinenonën policëve, komandantëve të policëve që kanë dhënë urdhër, ballës që ka thonë këto në parlament, një bito, një shkërdap, një kryshkurve, ka ardhur koha të qinenonën, në qoftë se nuk e qinenonën atyre. Në qoftë se nuk i blokoni parlamentarët mos hynë në parlament, se nuk i kemi zgjedhë ne, po i ka zgjedhë Berisha me laps dhe Rama me laps, nuk jam me ju, fuck ju. Në qoftë se nuk i boni të njëjtën gjë se ju deshet me paq. Ato e përgatitën që dje i shkërdhata shkoi dhe foli në Evropë që po degradon protestën me pa nëse mund përdor forcë. E përdori Bito në parlament, e përdori Ballën në parlament, e përdori Niko Poleshi, ata do të ashtu si që është rraf protestuesi juj, ashtu duhet të rrifni të qinenon në rrugëve të Tiranës, këtë Bito shkërdhatën, Ballën, Peleshin, edhe kush e ka ky kurva, ky Ramën, çdo drejtor policie që është komandanti i policisë dhe nuk i ka pranuar po mund i ketë dhënë urdhër këtyre, ose si ka arrestuar akoma këto policë, duhet i qinenon ku të gjeni. Populli thjesht është koha që në qoftë se një polis është i ndershëm, të heq xhaketën, të bëhet me turmën, e kur të shoh policin që rreth protestuesit, vëllezërit, motrat, niprat, mesat, tu e qinonën shokëve të vet, ndryshe qiuani nonën këtyre policëve. Vëllezër e motra, është koha që të shkojmë në protesta jo më me lule, po me hekur në dorë. Me hekur në dorë që të shkojmë se ne s'kemi shtet, se nuk kemi ne ushtri që duhet të shkoj e të bëjnë për shtetit të ekzekutojnë këto kurvat, Edin, Ballën, edhe kush është e tjetëri, Peleshin, edhe të këtë bitën, këto duhen ekzekutu këto që gjej. Ushtria duhet bëj për shtetit që ose është ushtri kombëtare, ta heq këtë zgjepe. Ne s'kemi president që të deqilitimoj këtë lloj qeverie, se presidenti është një kurv. Ne s'kemi parlament, sepse parlamenti është parlamenti kurveve të Berishës edhe i Ramës, që do mbrohen ato deri në fund. Vëllezër e motra, spaku duhet ndërhyj me një herë edhe të shpërndaj fletë arrestit me një hershme. Për Ballën, që të shpëtojnë nga populli se do qinona, për Peleshin, për Bidon edhe për Ramën, që po krijojnë të bëjnë edhe luftën civile, çdo patronazhist, po mundohem të them edhe një herë, se më ka kritikuar një mik që them patronazhist, edhe prap do të them nesër patronazhist jam plak. Çdo
patronazhist, duhet t'ja flaki ato 2 leka, ato kacile që jep kjo Edi Rama, edhe të mos dalë më kundër popullit, është koha protestus. Kam qenë me ju, do t'i mbështes juve, por për mu protestuesit janë ata që janë rraf, ata që shkojnë me lule, ata që shkojnë me brohërima, ata që shkojnë të lutën policëve na nxirrni në jashtë. Fuck them, fuck you all. Është koha ose tregoni forcën ose shporini nga syt komet. Qiuani nonën policisë, shtetit, gjykatave, se gjykatët duhet ndërhyjnë me një herë, spaku duhet ndërhyjte me një herë për të mirën e kombit, për të shpëtu luftën civile, edhe për të shpëtu këto qenë që mos i rrafim rrugëve, siç na kanë rraf protestuesit, duhet jap urdhrat urgjent arresti për të arrestu këto klyshkurve, kryesisht Ramën, Peleshin, Ballën dhe Bidon. Me të tjerët e kemi letë spastrojmë, po këto maskarej, edhe një herë në qoftë se shifni rroba me uniforme policie, qiuani nonën se nuk janë më ato që përfaqësojnë as shtetin, as popullin, por një grup kriminalësh prej 4-5 vetëve në parlament. Sami Gjoka ju përshëndet.